një mirësi dhe një privilegj për këtë njeri i cili e ka dëshmuar gjatë jetës së kësaj bote fuqinë e tij shpirtërore dhe morale në momentin kur e ka përmbajtur veten. Hadithi ku pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidha da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu fi ay al-hur sha. Ai i cili e përmban veten e tij, pra në momentin që ka mundësi të shpërthej, të eksplodoj, kur dikush e provokon apo i cënon diçka, por ai nuk e bën një gjë të tillë, reagon me maturi, me vetë përmbajtje, atëherë thot Allahu në ditën e gjykimit do ta thras para gjithë krijesave të tij që do të ekzistojnë atë ditë, do ta veçoj atë dhe do t'ja mundsoj që të zgjedh nga hyrit i xhenetit çfarë të doj. Një mirësi dhe një privilegj për këtë njeri i cili e ka dëshmuar gjatë jetës së kësaj bote fuqinë e tij shpirtërore dhe morale në momentin kur e ka përmbajtur veten. Pra, në vend se të shpërthej, në vend se të zgjidh problemet me reagimet pa matura dhe krejtësisht emocionale, ai është treguar racional, është treguar shpirtëror. Nuk ka lejuar që paqen me vetveten ta shkatroj, pastaj edhe me të tjerat. Përrjedhoj, ai do ta gëzoj këtë privilegj dhe këtë nder, ku Allahu i Madhërisëm do ta thras me emër e me mbiemër para të gjitha krijesave në ditën e gjykimit, njerëzore e gjindore, e madje edhe në pranitë e melekëve të Allahut, si një privilegj ekskluziv për këtë njeri i cili arriti që ta meritoj ata, pikërisht nga ajo që manifestoi në jetën e kësaj bote prej vlerës së vetëpërmbajtjes.